i planifikuar deri në detaje, operacioni i gjëri policisë kishte përfshirë edhe përdorimin e fluturakeve vëzhguese. Dronët e policisë po e mbanin në vëzhgim situatën gjatë tërë kohës sa po kryhej bastisia. Prokurori i rastit tregon se përveç të kërkuarve, aty arrestohet edhe një i dyshuar që kishte qenë në arrati. Prokurore, pam që këto shtëpia veç u vunë në kontroll, tash a kanë filluar bastisjet, janë qasjet e para të aksionit? Kanë qenë veprimet fillestare të cilat i ndërmarrën nga ana e njësive specializuar, ndërto ka qenë edhe pjesa e kontrollit në raport me çështjen e personave. 3 persona e kemi arrit me arrestu, edhe pse si till njëri prej këtyre personave i cili sot është arrestu, ka qenë në arrati. Do thotë ai person mbi bazën e informatave nga ana e njësive të cilët e kanë arrestuar, është vërtetuar se ka qenë duke bërë prit në kuptimin e asaj që më shikoj se mos po vjen dikush nga ana e policisë për me arrestu. I njëjti është arrestu, do thotë, në oburrin e tij. Përpas tina janë arrestuar 2 persona tjerë që kanë qenë objektiv e këtij aksioni për me arrestu. Edhe tashmë fillon pjesa e dytë që ka të bëjë me çështjen e kontrollit tërësisë të perimetrit, shtëpia dhe hapësira përreth. Operacioni i kontrolleve vazhdon në detaje. Hetuesit dhe policët po kontrollonin shtëpitë nga bodrumi e deri në kulmet e tyre. Disa policë ende po kërkonin për persona të tjerë në objektet përcjellëse të shtëpive, si stallat e bagëtive dhe vendet ku strehohet ushqimi i bagëtive. Gjykata ka vazhduar masën e paraburgimit për 3 të dyshuar të tjerë të arrestuar këtë ditë. Edhe i arrestuari i cili kishte qenë në arrati gjendet në paraburgim, ndërsa hetimet për veprën penale të detyrimit janë duke vazhduar ende. Një i arrestuar disa ditë para aksionit e ka pranuar fajsin dhe ka pranuar të bashkëpunojë me organet e rendit. Një zyrtar policor po ashtu është arrestuar lidhur me këtë grup dhe gjendet në paraburgim. Gjatë bastisjes janë gjetur edhe armë dhe prova të tjera të rëndësishme për hetimin.